Horoskopi ditor, 12 maj. Një moment mund të ndryshojë gjithçka më shpejt nga sa mendon. Ka ditë që kalojnë pa lënë gjurmë dhe ka ditë si 12 maj, ku një moment I vetëm mund të ndryshojë krejt drejtimin e gjërave. Energjia e kësaj dite nuk vjen me qetësi, vjen me lëvizje të forta, reagime të papritura dhe situata që nuk mund të kontrollohen më si më parë. Disa shenja do ndihen sikur diçka po afrohet dhe nuk do ta kenë gabim. Një mesazh, një përballje, një zgjedhje ose një e vërtetë mund të shpërthejë pikërisht atëherë kur askush nuk e pret. Kjo nuk është një ditë për të qenë I shpërqendruar sepse ajo që ndodh tani mund të ndikojë shumë më gjatë nga sa duket në fillim. Dashi. Një situatë që dukej e mbyllur mund të rikthehet papritur dhe kjo mund të vendosë përballë një reagimi që nuk e kishe planifikuar. Një moment I vetëm mund të tregojë se një vendim që ke shtyrë prej kohësh nuk mund të shmanget më. Në punë, një zhvillim I papritur mund të japë një mundësi që kërkon guxim dhe reagim të menjëhershëm. Në marrëdhënie, një bisedë ose një përballje mund të zbulojë emocione që kanë qenë të fshehura për shumë kohë. Mos vepro me impuls vetëm sepse tensioni bëhet më I fortë gjatë ditës. Është një moment për të menduar qartë dhe për të reaguar me maturi. Nëse arrin të kontrollosh emocionet dhe të kuptosh kohën e duhur për të vepruar, mund të shmangësh një situatë që do të bëhej shumë më e rëndë në vazhdim. Demi. Një qetësi që e kishe marrë si të sigurt mund të prishet nga një zhvillim që nuk e kishe parë të vinte dhe kjo mund të detyrojë të reagosh ndryshe nga zakonisht. Një moment I vetëm mund të tregojë se një situatë po ndryshon më shpejt nga sa mendon. Në punë, një lëvizje e vogël mund të ketë ndikim shumë më të madh nëse nuk reagon në kohë. Në marrëdhënie, një sjellje e pazakontë mund të bëjë të kuptosh se diçka nuk është më si më parë. Mos u kap fort pas rutinës vetëm sepse të jep siguri. Është një ditë për të qenë më fleksibël dhe për të parë realitetin me qartësi. Nëse arrin të kuptosh momentin e duhur për të reaguar, mund të shmangësh një gabim që do të ndikonte gjatë në vazhdim. Binjakët. Një informacion që vjen papritur mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një situatë që deri tani të dukej plotësisht e qartë. Një moment I vetëm mund të tregojë se dikush nuk ka qenë aq I sinqert sa mendon. Në punë, një bisedë ose një zhvillim I papritur mund të japë një avantazh nëse arrin ta kuptosh përpara të tjerëve. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë një emocion që ka qenë I fshehur për një kohë të gjatë. Mos e shpërfill atë që dëgjon vetëm sepse vjen në moment të papritur. Është një ditë për të analizuar me kujdes dhe për të reaguar me zgjuarsi. Nëse arrin të lidhësh detajet në kohën e duhur, mund të marrësh një vendim që ndryshon krejt drejtimin e një situate të rëndësishme. Gaforja. Një ndjesje e fortë mund të shoqërojë gjatë gjithë ditës dhe të bëjë të kuptosh se diçka po lëviz në heshtje rreth teje edhe pse askush nuk po e thot hapur. Një moment emocional mund të vendosë përballë një të vërtetë që nuk mund të shmanget më. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë më shumë intuit se sa logjik për të kuptuar drejtimin e vërtetë. Në marrëdhënie, një heshtje ose një reagim I vogël mund të zbulojë një emocion që ka qenë I fshehur për shumë kohë. Mos e injoro atë që ndjen vetëm sepse nuk arrin ta shpjegosh menjëherë. Është një ditë për të dëgjuar veten dhe për të reaguar me sinqeritet. Nëse arrin të kuptosh sinjalet emocionale, mund të ndryshosh mënyrën si e sheh vazhdimin e një situate. Luani. Një situatë që dukej nën kontroll mund të ndryshojë drejtim shumë më shpejt nga sa mendon dhe kjo mund të vendosë përballë një reagimi që kërkon qetësi dhe zgjuarsi. Një moment I vetëm mund të tregojë se dikush po pret një lëvizje nga ana jote përpara se të marrë një vendim të rëndësishëm. Në punë, një zhvillim I papritur mund të krijojë një mundësi që nuk do të qëndrojë e hapur për shumë kohë. Në marrëdhënie, një reagim I sinqert ose një heshtje e papritur mund të zbulojë emocione që nuk janë shprehur më parë. Mos e lër krenarinë të pengojë të shohësh realitetin. Është një ditë për të reaguar me maturi dhe jo me impuls. Nëse arrin të ruash kontrollin emocional, mund të kthesh një situatë të paqartë në një avantazh të rëndësishëm për veten. Virgjëresha.
Një detaj që të tjerët mund ta shpërfillin mund të jap një sinjal shumë të rëndësishëm dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se diçka nuk po zhvillohet siç është thënë. Një moment i vetëm mund të tregojë se duhet të jesh më i kujdesshëm me zgjedhjet që po bën. Në punë, një gabim ose një mungesë informacioni mund të krijojë tension nëse nuk reagon në kohë. Në marrëdhënie, një ndryshim i vogël në sjelljen e dikujt mund të tregojë një largim emocional që nuk është shprehur me fjalë. Mos u mbështet vetëm tek logjika. Është një ditë për të vëzhguar energjinë e situatës dhe për të kuptuar atë që fshihet pas sjelljeve. Nëse arrin të analizosh gjithçka me qartësi, mund të shmangësh një shgënjim të panevojshëm. Peshorja. Një situatë që e kishe mbajtur në balancë për një kohë të gjatë mund të fillojë të lëkundet dhe kjo mund të detyrojë të marrësh një vendim që nuk mund të shtyhet më. Një moment i vetëm mund të tregojë se një person ose një zhvillim nuk është më i njëjtë si më parë. Në punë, një zgjedhje e nxituar mund të ndikojë në mënyrën si do të vazhdojnë gjërat gjatë ditëve në vazhdim. Në marrëdhënie, një reagim i ftohtë ose një distancë e papritur mund të zbulojë më shumë nga sa duket. Mos u përpiq të ruash një qetësi që po thyhet nga brenda. Është një ditë për të qenë i sinqert me veten dhe për të reaguar pa frikë. Nëse arrin të pranosh realitetin, mund të shmangësh një përplasje shumë më të madhe më vonë. Akrepi. Një situatë që ka qenë e mbuluar me paqartësi mund të fillojë të zbulojë anën e saj më të fshehtë dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se jo gjithçka ka qenë siç dukej. Një moment i vetëm mund të tregojë se dikush ka mbajtur diçka të fshehur për më gjatë nga sa kishe menduar. Në punë, një zhvillim i heshtur mund të japë një avantazh nëse arrin ta kuptosh përpara të tjerëve. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë një emocion që ka qenë i fshehur për një kohë të gjatë. Mos vepro menjëherë nga emocionet. Është një ditë për të vëzhguar me kujdes dhe për të kuptuar gjithçka para se të reagosh. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të marrësh kontrollin mbi një situatë që po ndryshon shpejt. Shigjetari. Një zhvillim që në fillim duket i zakonshëm mund të marrë një kthes shumë më të madhe nga sa mendon dhe kjo mund të bëjë të reagosh më shpejt nga zakonisht. Një moment i vetëm mund të tregojë se një mundësi nuk do të presë pafundësisht derisa të vendosësh. Në punë, një situatë e papritur mund të hapë një drejtim të ri që nuk ishte fare në planet e tua. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë emocione që kanë qenë të mbajtura në heshtje për një kohë të gjatë. Mos u kap fort pas asaj që kishe menduar si të sigurt. Është një ditë për të lëvizur dhe për të mos humbur momentin e duhur. Nëse arrin të reagosh pa frikë dhe të përshtatesh me ritmin e ri të ngjarjeve, mund të hysh në një fazë që sjell më shumë energji dhe ndryshim pozitiv. Britsjapi. Një zhvillim i vogël mund të fillojë të ndikojë më shumë nga sa mendon dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se një situatë nuk është më aq e qëndrueshme sa dukej. Një moment i vetëm mund të tregojë se është koha për të ndryshuar një plan që nuk po funksionon më si më parë. Në punë, një vendim i nxituar mund të krijojë pasoja që do të ishte e vështirë t'i korrigjoje më vonë. Në marrëdhënie, një distancë emocionale mund të bëhet më e dukshme dhe të shtyjë drejt reflektimit. Mos u përpiq të kontrollosh gjithçka njëkohësisht. Është një ditë për të reaguar me maturi dhe për të parë realitetin me qartësi. Nëse arrin të ruash balancën emocionale, mund të shmangësh një situatë që do të komplikonte shumë gjëra në vazhdim. Ujori. Një ide që të vjen papritur mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që të ka shqetësuar prej kohësh dhe kjo mund të japë një drejtim krejt tjetër. Një moment reflektimi mund të tregojë se përgjigjja që kërkoje nuk ishte larg, por thjesht nuk e kishe parë nga këndi i duhur. Në punë, një zgjidhje jo e zakonshme mund të japë një avantazh që të tjerët nuk arrin ta kuptojnë menjëherë. Në marrëdhënie, një bisedë e papritur mund të zbulojë një anë të dikujt që nuk e kishe parë më parë. Mos e kufizo mendimin me mënyrat e vjetra të vepruarit. Është një ditë për të eksperimentuar dhe për të reaguar ndryshe nga zakonisht. Nëse beson tek intuita jote, mund të hapësh një drejtim krejt të ri për veten. Peshqit.
Një ndjesi që nuk arrin ta shpjegosh plotësisht mund të bëhet më e fortë gjatë ditës dhe të tregojë se diçka po ndryshon në heshtje rreth teje. Një moment I vetëm mund të bëjë të kuptosh se një situatë emocionale nuk mund të vazhdojë më në të njëjtën mënyrë si më parë. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë që të ndjekësh instinktin edhe kur logjika nuk të jep përgjigje të qarta. Në marrëdhënie, një reagim I vogël mund të zbulojë një të vërtetë që ka qenë e fshehur për shumë kohë. Mos e injoro atë që ndjen vetëm sepse nuk arrin ta shpjegosh menjëherë. Është një ditë për të dëgjuar veten dhe për të reaguar me sinqeritet. Nëse arrin të pranosh atë që po kupton, mund të ndryshosh mënyrën si e sheh vazhdimin e një situate. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën momentin nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri I Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.